Surja En-Nebe, Mekase, 40 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Për çfarë pyesin ata njëri tjetrin? Për lajmin e madh, rreth të cilit ata kanë kundërshtime. Ani, shpejt do ta marrin vesh. Sigurisht që shpejt do ta marrin vesh. A nuk ju a kemi bërë tokën si shtrat e malet si shtylla? Ne, ju kemi krijuar në çifte dhe gjumin ju a kemi bërë për prehje. Natën ju a kemi bërë mbulesë, ndërsa ditën e kemi caktuar për të punuar. Mbi ju kemi ndërtuar 7 qiej të fortë dhe kemi vënë kandil diell të shndritshëm. Nga ret, ne ju lëshojmë ujëra të bollshme për rritjen e drithrave, bimëve dhe të kopshteve të dendura. Sigurisht, dita e ndarjes vendimtare është caktuar. Atë ditë do të fryhet në sur dhe ju do të vini grupe. Dyert e qiellit do të hapen dhe malet do të shtyhen tutje e do të bëhen si mirazh. Me të vërtet xhehenemi do të bëhet pusi, vendbanim i caktuar për keqbërësit që aty të mbeten përgjithmonë. Aty nuk do të shijojnë as freski, as pije, përpos ujë të valuar dhe qelbësirave, si shpërblim përkatës të veprave të tyre. Në të vërtet, ata, as që e qonin në përmend se do të jepnin llogari dhe shpallje tona, i mohonin prerazi. Por ne, çdo gjë e kemi shënuar në një libër. Prandaj, do t'u themi, shijojeni këtë. Ne nuk do t'ju shtojmë gjë tjetër përveç se dënim. Vërtet, për punë drejtët, është përgatitur e mira, xheneti. Kopshte dhe vreshta, vajza të reja të së njëjtës mosh dhe kupa të plota. Atje nuk do të dëgjojnë biseda të kota e as gënjeshtra. Kështu është shpërblimi nga Zoti yt, dhurat si pas meritës. Zoti i qiejve dhe i tokës dhe i gjithçkaje që gjendet midis tyre, i gjithë mëshirshmi, të cilit askush nuk do të mund t'i flas nga frika. Në ditën kur shpirti, Xhebraili dhe engjëjt do të jenë të rreshtuar, nuk do të flas askush, përveç atij që do t'i jap leje i gjithë mëshirshmi e që do të thotë të vërtetën. Ajo është dita e vërtet, prandaj, kush të dojë, le të kthehet te Zoti i vet që në këtë jetë. Me të vërtet, ne ju kemi paralajmëruar se është i afërt dënimi, ditën kur njeriu do të shohë se ç'kan bërë duart e tij dhe kur jo besimtari do të thotë: ah, sikur të isha pluhur.